Hatimi I kishte gjërat të jetë të qarta. Konceptet e tij për çështjet fetare ishin të qarta dhe të kapshme. Për shembull, e kishin pyetur se kishte ndërtuar konceptin për tevekkulin. Tevekkuli do të thotë mbështetja tek Allahu te bareke ve teala. Tevekkuli është një prej atyre koncepteve që është prej veprave të besimit, pra që ka të bëjë direkt me besimin dhe që ndonjëherë edhe është keq interpretuar. Nga njerëz ndoshta edhe pa qëllime të këqija, por që I kanë dhënë një kuptim ndryshe nga kuptimi I vërtetë dhe I cili ka bërë që tevekkuli pastaj nga një fuqi shpirtërore të shndërrohet në një ves të ligë, në lypje, në mbështetje tek njerëzit, pra në diçka që nuk ka të bëjë me konceptin e vërtet. Hatimi ka ofruar një koncept të rëndësishëm I cili e përmbledh tevekkulin nga të gjitha anët e tij. Ka thënë kësaj: unë e kam ndërtuar konceptin tim për tevekkulin mbi 4 gjëra. E para, kam kuptuar se furnizimin tim nuk mund ta merr askush, prandaj zemra ime më shqetësuar. Pra atë që Allahu ka caktuar për mua, ajo do të më vijë mu patjetër. Andaj nuk jam preokupuar fort me të. E dyta, kam kuptuar se veprën time nuk mund ta bëj askush, prandaj jam angazhuar me të. Pra unë duhet punoj për veten time. Unë duhet bëj vepra të mira për veten time. Prandaj nuk më ka preokupuar asgjë nga ky angazhim. Ja marr me vepra që t'i bëj vetes si më mirë. E treta, e kam kuptuar se vdekja vjen befasisht. Prandaj jam parapërgatitur për të. Pra vdekja është një moment, një rast, një çast që nuk ka kthim mbrapa. Dhe duke qenë I tillë dhe fakti se vjen befas, atëherë unë kam bërë vepra të mira që ta takoj Allahun duke qenë I kënaqur me mua. Dhe e katërta, e kam kuptuar se nuk mund t'i fshihem shikimit të Allahut, andaj jam turpruar prej tij. Pra është një koncept I ndërtuar thellësisht mbi mësimet e vërteta islame dhe është argument përveç tjerash që flet për fetarinë e duhur të Hatim el-Asam.